Si të shpëtoj thot nga borxhi o hoxhi nderuar, nga që kam shumë. E ka përmend fjalën shumë 3 herë. Mos merr borxh. Mënyra më e mirë për të shpëtuar nga borxhi është mos më marr borxhe. Po çfarë më bë? Puno. Pejgamberi alayhis salam tha që ndonjëri për jush të marri një barr me dru në mal. S'ka qenë ndaluar me pre pyet në atë kohë, s'ka pas ligj, se mund thot na njëri hoxha orienton njerëzit me pre pyet. Apo se kam vllajin tim inspektor. Tras prangat dashi. Kam i vllahun që tras prangat, po të presësh pyet, ta arreston. Tha që ndonjëri për jush të marrë një barr me dru nga mali e ta shesi është më e mirë për të se sa të presi çfarë do t'i japin njerëzit. Pse do të më shku deri ke borxhi? Është gjë tjetër kur njeriu nuk ka zgjidhje tjetër në jetë, është gjë tjetër kur situata është vështirë dhe probleme shëndetësore, probleme, nuk ka asnjë probleme fetarisht. Por kur merr borxh, dy janë gjërat që duhet të kesh parasysh. 1, mos merr pa arsye. 2, mos merr për t'u pasuruar. Mos merr pa arsye. Mos merr për t'u pasuruar. Se nuk e ngren kokën dhe nuk bën hajër ai njeri që merr borxhe pa arsye apo merr borxhe për t'u pasuruar. Për këtë arsye, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai njeri që merr borxh dhe niyetin e ka që ta shlyj, Zoti do ta mundsojë ta shlyjë atë borxh. Dhe ai njeri që merr borxh dhe se ka niyetin me shlyj, Allahu do ta zhysi edhe më shumë borxhe. Varet nga niyeti. Ai që e merr borxhin me merak dhe mendon si ta shlyj, Allahu ka t'ia dhënë mundësinë të suksesit. Edhe nëse vdes ai njeri pa e la borxhin, Allahu xhelalu do ta mundsojë dikujt që ta morë borxhin atij përsipër. Po edhe nëse nuk ja lan kush, ai është i arsyetuar sepse niyetin e ka pas për ta shlyer atë borxh. Nëse njeriu merr borxh, po mori borxh që të laj borxhin, ku mbyllet ndonjëherë kjo derë? Jo, po mor këtë që të laj këto 2 tjerat, po të kemi edhe në 1 lek në xhepat. Ç'është kjo punë? Ti domethënë je të lut me zjarrin e xhenemit. Borxhi është zjarri i xhenemit, nuk është fjala ime kjo. Kjo është fjala e pejgamberit alayhis salam në hadithin e njohur që tha tani ju ka ftohur lëkura këtij personi. E treta, pra mos merr borxhe kot, mos merr borxhe pa arsye, mos shko ke borxhi vetëm se kur nuk ka zgjidhje tjetër. Mos u pasuro duke marr borxh. Bëj niyetin e shlyerjes borxhit kur merr borxh. Dhe bëj duan. Vinte njëri te Aliu radhiyallahu ta'ala dhe i thoshte për punën e borxhit, I tha Aliu radhiyallahu ta'ala, do të mësoj një dua, i tha. Allahumma kfini bi halalika an haramik o bi fadlika amman siwak. O Allah o Zot, më mjafto me halalin ndaj haramit dhe me mirësinë tënde ndaj mirësisë së krijesave të tuaja ndaj meje. Ndaj mirësisë së krijesave të tua ndaj meje. O Allah o Zot, më mjafto me halalin ndaj haramit. Pra borxhi që ka një derë sikur me qenë derë harami. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. O Allah o Zot, më mjafto me mirësinë tënde, mos kem nevojë për mirësinë e askujt për krijesave tua, sepse ai që ti e borxh, ai është ndaj teje bëmirës. A ti nuk duhet të kesh nevojë që të jenë krijesat bëmirës ndaj teje. Do të jetë Zoti bëmirës i jot. Dhe ti të jesh bëmirës ndaj krijesave të Zotit, ti të japsh borxh. A dhe jo të jesh borxhli.